keni ardhur në kanalin tim. Në një video të re, kemi nisur të rimet për videon e radhës, që siç mund ta kuptoni, po xhiro me telefon, edhe telefoni po lëviz pakës. Edhe kemi për të bërë kësaj video, kësaj radhe, tre outfite për shkollën, për universitetin, por baza do jenë gjithmonë këto pupat. Të gjitha pupat janë marrë nga kjo firma këtu, që nuk e di si shqiptohet saktë, Robsey, nuk e di mirë. Kemi këtë thank you card dhe këto janë të gjitha pupat e mia që i dashuroj. Janë të veçanta, të bukura, super stil, fashion. E di shumë mirë që këto nuk përshtaten për të gjitha tipet dhe llojet e personave, në varësi të outfiteve që ata veshin, po për mua këto janë një dashuri. Një pedagog tek shkolla, tek universiteti, na tha një ditë një fjalë shumë të bukur që më ka ngel në mendje. Tha se ju tani jeni designerët më të rinj të këtij qyteti, të këtij shteti dhe duhet të mendoni njësoj si një designer. Dhe në kokën time luaj pjesa dhe jo vetëm të mendojmë, por edhe të vishemi si designer. Të gjithë këtë botën që jemi futur, ta personalizojmë dhe të jemi ne ata që do vendosim se çfarë do veshim për veten tonë, por jemi brenda fushës së dizajnit. Do të thotë, mua nuk më shkon një kostum sportiv, prandaj nuk më shkojnë kostume sportive. Një shaka e shkurtër, thjesht në kokën time, por unë dua gjithmonë të jem bukur, veshur stil, të jem vetvetja. Në fund të ditës të ndihem e lumtur dhe vetvetja. Kjo në fakt është një veshje për hyrjen e kësaj videos dhe unë nuk doja që ta bëja t'i bija shkurtë të thoja, "Okej, kjo është një veshje për universitet. Okej, kjo mund të jetë një veshje për universitet, por unë dua që t'i ndryshojmë veshjet dhe t'i personalizojmë më shumë në varësi të pupave." Këto janë ndër pupat që ju mund t'i keni parë të ngjashme ose jo, por i keni parë dhe më lini t'ua tregoj pak se sa material i mirë që janë lëkur, vjen kështu me këtë mini takën që nuk mund të quhet tak në fakt dhe pjesën brenda që e ka shumë të butë. Unë i kam provuar, janë shumë të rehatshme. Këtu kanë emrin e logos së firmës, kanë këto në silver. Dëgjojnë kështu, janë shumë të bukura, janë shumë fashion, i adhuroj. Tani do gjejmë një outfit që përshtaten me këto dhe ta shohim se sa bukur kombinojnë së bashku. Ndërkohë që po xhiroj, kjo është pamja nga pjesa pas e telefonit tim. Do ta kombinojmë këto pupat e para me këtë fustanin që në fakt do ta përdorim si fund që ma keni parë shumë herë veshur. Në këtë stilin kështu si balon, në këmishë e bardhë të nxjerr gjithnjë nga situata. Dhe duke qenë se jemi në vjesht dhe mëngjesi është pak i freskët, do t'i shtojmë sipër edhe këtë jelekun me kopsa. Shiko sa bukur që bëhet thyrja midis tyre të dyjave. Më lini vetëm një sekond kohë ta provoj. E adhuroj, është shumë pak për të thënë për këtë outfit. Nëse baza e outfitit është kaq thjesht dhe kaq bukur, çanta nuk ka shumë rëndësi. Nuk e di si ju duket juve, por unë e dashuroj, më pëlqen shumë, të jem shumë vetvetja. Edhe përshtatet shumë mirë. Dhe mendoj që këmishat janë gjëja më bazike që të gjithë e kemi, qoftë një trike, një elek edhe një fund të zi, në mos këtë një fund të zi, por kombinimi me pupat është një dashuri më vete. Ja dhe një pamje tjetër e pupave, se sa bukur shërin. Janë shumë të bukur, ta tregojnë këmbën shumë të vogël. Vathët do i kemi silver për arsye të topave silver të pupave. Dhe për varse e hoqa, nuk kemi nevojë për varse sepse kemi jakën e këmishës, kopsat e jelekut. Nëse do shtoja diçka tjetër te ky outfit përveç hekurosjes së këmishës, se këtë po e bëj thjesht për t'ua treguar juve, do vishja një palgeta dhe do dukej outfiti më i kompletuar. Pupat numër 2 që kërkojnë një prekje shumë të thjeshtë sipër. Janë këtu, ngjajnë një ngjyrë alumini, shumë të bukura, shumë të veçanta, me këtë ndarjen këtu tek pjesa e gishtave, që vllai im kur e pa më bullizoi. E di që nuk mund t'i veshin të gjithë, por në fund të ditës këto janë shumë stil. Nuk janë thjesht në mod. Pjesën e shkrimit nga brenda, këtë materialin shumë të butë si gomë, vim po prap të pjesa poshtë me këtë si tak, që në fakt nuk quhet tak, po këtë platformën shumë të vogël, dhe po, i ka gishtat e ndarë vërtet. Unë i dua këto pupa. A do e ke mund të vështirë t'i vesh këto në Tiranë? Po. A do më shohin njerëzit çuditshëm?
Po, a do t'i vesh unë? Sigurisht që po. Në fund të ditës prandaj jemi të ndryshëm, nga çdo njeri tjetër, na dallon stili, përveç shumë gjërave të tjera. Hajde t'i kombinojmë së bashku! Nisim nga këmbët, për ju që jetoni në vende të ftohta si në Gjermani, e di që nuk mund të vishni pantallona 3 çerekshe, nuk e keni fatin e neve që jetojmë në Shqipëri, por mund t'i vishni me pantallona më të gjata. Pra si që kuptoni, kemi xhinset 3 çerekshe me këto pupat në pjesën e poshtme. Por, çfarë kemi në pjesën e sipërme? Sigurisht një pullover gri. E po të largohemi më shumë, duket pjesa sipër kështu, kam vendosur edhe këtë ripën që do t'ua tregoj nga afër më me detaje, që ka detaje silver dhe një boshelli apo një ngjyrkali shumë të bukur. Largohemi më shumë, kemi një stil super fashion. Duket se e gjeta se çfarë do vesh nesër në universitet. Shumë bukur. Shikoni pjesën e ripit, një pullover gri me këto pupat bëj një wow. Flokët mund t'i lëm dhe lëshuar. Nuk është e thënë t'i mbajmë gjithmonë bisht. Ripi duket kështu. E kam kombinuar në një outfit në zomër neshte në Augsburg. Ngjan shumë i bukur, më pëlqen shumë sidomos edhe me pjesën e pupave. Mendoj që deri tani ky është outfiti im i preferuar. A nuk janë shumë cute? Sa të rehatshme që janë një herë. Outfiti numër 3. E di që në fakt këto janë ndër më të vështirat nga këto pupat që mund të kombinohen. Janë tepër cute, tepër stil balerin. Duan diçka shumë delikate, shumë të thjeshtë. Materialin e kanë të plot sigurisht, këtë fjongën këtu në lëkur, pjesën këtu sipër, po prap në lëkur me këto detajet silver. Janë të reja, nuk i kam veshur asnjëherë, mezi kam pritur ta xhiroj këtë videon që t'i kombinoj. Madje edhe këtë nuk i kam hequr. Më kombino ka dhe me unazën time roz. Le t'i provojmë, sa të bukura që janë. Kështu e kanë edhe pjesën nga brenda, nuk e di sa e dalloni pjesën e gomuar këtu. Kjo është nga ato ditët kur ti do të ndihesh rehat në shkollë, por bukur. Një bluzë me jak, një pal pantallona bezh ose devesi që kam unë. Pupat bëjnë thyrjen më të bukur të outfitit, nga një outfit super i thjeshtë në një outfit super cute. Kjo do ishte veshja ime perfekte për ditën e vizatimit dhe ilustrimit grafik. Kam edhe tubin në dorë, që kam projektet e mia. Pupat janë gjëja më e bukur e këtij outfiti. Në fakt, të gjitha outfitet. Mendoj që do ta kombinoj me një fustan të bardhë dhe një pullover sipër, por edhe me pantallona të gjata pana, bezh të bardha. Nuk di më se si t'u tregoj. Do doja që nesër të kisha vizatim, sigurisht i hekurosja pantallonat, por këto i vesha shpejt që të bëjmë këta kombinimet bashk. Edhe të vishja këto. Nuk e di pse Anja nuk mi pëlqeu fare këto. A nuk janë shumë fashion, diçka që nuk e shohim rrallë për mos të thënë nëse dalun sot në qytet e di që do i keme vetmja këto. Përveç se tani në vjesht, mendoj që do kombinojnë shumë bukur edhe në verë me fundet të shkurtra të bardha. Rikthehemi edhe një herë tek outfiti i fillimit, të bërë mbylljen e kësaj videos. Dua të më shkruani me patjetër poshtë në koment se kush ishte outfiti më i përshtatshëm për ju dhe më i bukuri. Ose mbase jo më i përshtatshëm, po kush është ai më i bukuri që ju tingëlloj më bukur. Për mua ishin të treja shumë të veçanta, shumë të bukura, stile të ndryshme, në ditë të ndryshme në varësi të emocioneve të mia do vishesha ndryshe, kështu që kaq ishte edhe videoja për këtë javë, uroj shumë t'ju ketë pëlqyer. Unë do ju lë të gjitha linket, kodet nga Robsey për t'i pasur nëse mund të përfitoni ndonjë ulje apo jo. I keni të gjitha poshtë në description, por të nënshkruara këtu poshtë tek videoja. Deri atëherë ne do shihemi javën e ardhshme. Pacem, kalofshit një të diel sa më të bukur. Love you!